unë nuk mendoj që duhemi me investu në ideologji të tilla cilat bojnë përplasje në shoqëni, mu ka raste ku më shkruan dikush që e beson që një luftëtar ju që kësë është shërptori i servisë. Më thonë, edhe nëse ti e pyet ata si çka ka bë, ku ka bë, më thonë, nuk e ka asnjë kontribut për shoqëninë në përgjithësi, po flas se jo për çështjet veta aty në çështje tjetër. A janë mekanizma që krijohen, tash unë mund më duk pak këtu, domethënë jo korrekt me juve, po organizimin politik, unë prej që jam angazhuar në 2016 e kam pas të pavarur. Domethënë edhe në Prishtinë, edhe si deputet, domethënë kam qenë jo i linjës cilën ka pas organizim të mërfjallt. Kam respektu çdo kërkesë që është ardhur për aktivitet politik, mirë po s'ka marrë kur pjesë asnjëherë në shkolla politike të vetëvendosjes. Sepse unë mendoj që nuk kemi nevojë për shkolla politike të tilla të cilat hekin për realitetit ku na jetojmë. Domethënë shkollë më të mirë politike se sa me dal, më marrë me hallet njerëzve dhe me hallet qytetarëve nuk ekziston. Kemi shkollat, institucionet, të cilat janë, domethënë, s'është veç vetëvendosja që ka shkollë politike, kanë edhe tjera. Domethënë, unë nuk mendoj që duhemi me investu në ideologji të tilla të cilat bojnë përplasje në shoqëni, prej çfarë do kajkov, qoftë ati të djathtit ekstrem, qoftë të majtës ekstreme, apo çfarë do të qofshin ajo, kështu që unë jam mundu çdo herë me qenë konstruktiv edhe i arsyeshëm veprimet edhe në angazhimin tem politik, nuk kam pas çdo herë kujdes ndaj meje në këto veprime të cilat unë po i shoh më shumë të qenë jashtë se sa të qenë brenda. Domethënë tash është edhe një çështje tjetër që unë besoj që ndikon këta. Domethënë pozicioni kur je në opozitë edhe kur je në pushtet ndryshon. Unë të e pa për gjatë tyre 4 vite njerëz cilët unë kom qëndru me ta në opozitë edhe cilët kishin marrë pushtet kanë qenë njerëz këtë ndryshëm, domethënë. Ose është përfaqe e asaj në çfarë ata janë, ose është tjetërsim për shkak të pushtetit, edhe në qëndrime, edhe në qëllime, edhe në veprime. Domethënë nuk për mu ka qenë e pashpjegueshme sepse unë i disha qëndrimet e tyne, domethënë i disha diskutimet që i kemi pas, edhe veprimet që cilat i bajnë janë nuk përputhen kurkon me ata si çka edhe qysh kemi qenë, por që tash duket edhe një tentativë shumë e madhe me çdo kush me rujt pushtetin, me mbajt, domethënë janë në gjendje gjithçka me bë me veç me qëndru aty ku janë një pjesë e njerëzve, aty domethënë nuk kanë pas me punë tjetër në herë, është mbijetesë, luftë për me rujt atë pushtetin të cilin e kanë, por që këto duhet mi pas dokuvizime dhe norma morale, me thënë drejtën, të angazhimit politik, për shkak që pasojat për shoqëninë në këtë mënyrë munden me qenë skandaloze dhe të mërshme, po them, sepse po edukojmë gjenerata të cilat është vështirë pastaj se infektimi bëhet shumë më lehtë se sa pastrimi nga ideologjia dhe nga veprimet tilla të cilat munden me indoktrinu tek njerëz.